Jeta nuk kërkon që ta kuptosh krejt, vetëm që ta jetosh momentin me gjithë zemër. Mendja e njeriut ka një zakon të çuditshëm, dëshiron të parashikojë çdo të nesërme, të zgjidhë çdo hall që s'ka ndodhur ende, të planifikojë gjithçka sikur çdo sekondë e së ardhmes është një betejë për të fituar. Kjo ngarkesë mendore nuk është shenjë force, është mënyra më e sigurt për të urrëzuar nga pesha e asaj që nuk ka ardhur ende. Sepse jeta nuk vjen me shumicë, nuk shitet me kilogram për t'u mbajtur në rafte. Ajo vjen si pika uji, njëra pas tjetrës. Një frymëmarrje. Një rrezë drite. Një moment. Dhe nëse përpiqesh ta kapësh të ardhmen me duart e një dite të vetme, do të lodhesh. Do të ndihesh i mposhtur nga pyetjet pa përgjigje, nga rrugët që s'ke parë ende, nga vitet që s'kan ardhur. Kjo është rënja e ankthit, përpjekja për të jetuar gjithë jetën menjëherë. Filozofi stoik dhe perandori romak, Mark Aureli, na kujton, mos harxho kohë duke menduar për gjithë jetën. Mjafton të kujdesesh për këtë çast. Jo për vitin tjetër. Jo për gjithë rrugën. Vetëm për hapin e radhës. Nëse mëson të jetosh sot mirë, me përkushtim, me ndershmëri, me dashuri, atëherë të nesërmet ndërtohen vetë. Sepse jeta nuk është një projekt gjigant që duhet mbaruar sot. Është një ditar që shkruhet faqe pas faqeje. Një jetë ku çdo agim është një mundësi për të filluar nga e para. Mos e harxho energjinë duke luftuar të gjitha betejat njëherësh. Sot kërkon vëmendjen tënde. Sot është koha për të ngrënë, për të dashuruar, për të falur, për të buzëqeshur. Dhe mrekullia ndodh pikërisht kur ndalesh dhe e kupton. Ky moment i vogël është gjithçka që ke. Dhe është i mjaftueshëm. Thënie. E ardhmja nuk kërkon të zgjidhet sot, kërkon që të jesh gati kur të vijë. Mbyllje kapitulli. Mos kërko përgjigje për gjithë jetën në një ditë. Sot është gjithçka që ke. Dhe nëse kujdesesh për sot, me mendje të kthjellët dhe zemër të hapur, atëherë nesër do të kujdeset për veten. Merr frymë thellë. Ec një hap. Jetën nuk e kap me vrap, por me praninë tënde të plotë. Kështu ndërtohet paqja, jo duke kontrolluar kohën, por duke u rrënjosur në momentin e tanishëm.